Kushtet nuk bojnë këtu në heq, s'kemi kushtet, kemi qef ta kemi një pazar, kështu ma mirë të shespi, se këtu edhe ju pengojmë njerëzve na këtu ne. Allah i na falt, popli na falt, Kardinjani nuk zdonë si pëlqen, po nuk i na vend mandrishe. Sot jemi tek tregu i Gjelbërt në Tetov dhe po flasim për tregtinë e cila kryer çdo të ejte në këtë pjesë të qytetit. Nga mungesa e kushteve më të mira, shitësit ambulant detyrohen që shitblerjen e tyre ta kryejnë në trotuaret e rrugëve të qytetit. Edhe pse kryetari i komunës së Tetovës tha që ka arritur një marrëveshje me qytetarët, ata përsëri kushtet nuk i kanë të volitshme për të kryer tregtinë e tyre. Si qëndrime kemi që rrugët dhe trotuarët të cilat janë përgjegjësi për komunës Tetovës, një ditë në javë të mund të shfrytëzohen që qytetarët të shesin produktet e tyre. Por ka institucione tjera, në këtë rast është Agjencioni Shtetëror i Veterinës, i cili duhet të kontrollojë se kushtet të cilat shiten këto shpenzë, a janë ata që i kërkon ligji dhe ata shpenzë a janë, më thonë, që i plotësojnë kushtet për të shitur në tregti. Por tregtarët edhe vetë nuk janë të kënaqur me kushtet dhe me ambientin se ku po e kryejnë tregtinë. Ku ngelet tani përgjegjësia? A mendoni se duhet një vend më i përshtatshëm për të zhvilluar? Duhet këtë. Ku shkosh ka, të ne nuk ka. Ku shkosh ka për të shitë pula, pazar, qasë jo të naltë të fsharën në gjamia, naltë të pazarit, ka nevoj, a në shkup ka, unë për shkup jam ka nevoj, në që duhet. Duhet një vend aman që ata i kanë liru këtune, se atjene që është i tepër, që ka ashtë atje ku shesin tesha, atje si lanë, ama që ata s'kanë dalë këtune, kanë dalë ato, që ata s'ka të bësh, se këtune për moti janë këtune, ama duhet kese vendim, ama që ata shqitë, thëjnë ato qeveria, është. Vendi mirë për në kohë legalizum, për ne, kjo është përkosisht. A mendoni se komuna duhet ju ofrojë një vend të posaçëm? Normale duhet na bëjë një vend që shkojmë normal, këtë mos primojmë të qytetit për na gjetë një vend më herë është. A ka vështirësime të cilat ju ballafaqoheni çdo të ite? Po mes pas vështirësime ne nuk dalim këtu më atë. Po kushtet nuk bojnë këtu në heq, s'kemi kushtet, kemi qef ta kemi një pazar, kështu ma mirë të shespi, se këtu edhe ju pengojmë njerëzve na këtu ne. Tu sa vend pazari, këtu a vend për mu shëtit, rruga këtu ne. Kemi nevoj për pazar të kemi. Ja, vend tjetër duhet, vend tjetër, se këtu nuk ka vendi për me bo tregti. Nuk ka vendi, këtu të me pas pazar. E me çfarë vështirësish haseni gjatë përditshmërisë kur shisni këto? Po këtu kemi probleme, se njerëzit heqin termate poshtë, duhet në fund mi pastru këto, se këto pa lidhja milion këto beturina këtu. Këtu sa vendi për pazar, se me thonë sa pazar bile këtu. E qa jo, shke. Po kur nuk kina tjetër vend, ende bëjmë zgjidhjen që qëta. E kina zonë që këtë rrugën, që këtë urën, a pengojmë, a nuk pengojmë, i madhi zotë e din, po bëhet fjala s'kina tjetër punë ku të shkojmë, a e në këtë punë se nuk e punojmë, dëngelen ala ma shumë. E në zgjidhjen e kina bo këtë pazarin që këta, Allah i na falt, popli na falt, Kardinjani nuk zdonë si pëlqen, po nuk kina vend mandrishe. A mendon se komuna duhet ta bëjë një vend më të mirë për ju, më të përshtatshëm? Po e në komuna ma s'din që të bëhem e ne. Ku të na quhet ne prap dhe bëjmë një bund matë e ne prap dhe vajmë këta. Se ne kina provo e ne me ndryshe vende, me vende, po nuk ka shkut, se këta i kina kombit, vajnë do me thonë pi kataundit, qytetit, jena mëson këtë vend.